Rinumërimi i deri tanishëm i votave ka lënë jashtë kuvendit ministrin në detyrë të zhvillimit rajonal dhe kryetarin e Partisë Demokratike Turke të Kosovës, Fikrim Damkën. Bazuar në shifrat e deri tanishme, mandati pritet i kalojë Ergul Mazrekut, i cili ka 2511 vota, me 15 vota më shumë nga rinumërimi. Damkës deri tash janë hequr 68 vota, të cilat i ishin përshkruar rreshëm. Totali i votave të tij aktualisht është 2449, pas rinumërimit të 460 nga 914 vendvotime. Rinumërimi i votave ka zbardhur manipulimin që është bërë në qendrat komunale të numërimit. Devijimi më i madh është evidentuar në Prizren. Deri tash në këtë komunë janë rinumëruar 188 nga 208 vendvotime. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletvotimeve, sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, ka thënë se sipas të dhënave deri më tani procesi i rinumërimit është përmbyllur në 19 komuna, ndërkohë edhe gjatë ditës së sotme është duke vijuar rinumërimi i vendvotimeve që i takojnë komunës së Prizrenit dhe më pas të tjera komuna sipas radhës do të përfshihen në këtë proces.